Suna ndihet shumë në faj për ndjenja që ka krijuar për Feritin dhe përputhjen që u shkëmbye mes tyre javë më parë. Nga ndjenja faj që nuk e lë të qetë, ajo shikon Makthe sikur po lind fëmijën dhe me ta lindur ja merr Feriti duke i thënë se është fëmia e tij. Të nesërmen në mëngjes, pa i folur me njërin Makthet e saj, ajo largohet me Feritin për të firmosur hipotekën e vilës në mënyrë më së të fshehtë sepse askush nuk do e aprovonte. Suna dhe Feriti largohen nga zonja e madhe, tek e cila firmosën në këmbim të parave dhe që aty, Feriti merr Sejranin për ta surprizuar me çantën e mbushur me gur të çmuar, me cilët pretendojnë të vazhdojnë përpara punimet e kompanisë Korhan, që ka prodhuar vazhdimisht copsa unike bijuterish. Në anën tjetër ndodhet Kazimi, i cili, nga frika se po ikën nga duart e Smaja, tenton atë ta bëjë të ndihet e paaft, ndaj dhe ja ngataron parat në kas e i thot se ajo nuk ka ditur t'i bëjë llogaritë mirë. Gylgyni kupton se çfarë po bën Kazimi, ja vërteton me pamjet filmike që kanë regjistruar kamerat dhe e ballafaqon, por Kazimi me kokën poshtë vetëm pranon xhelozinë për Esmanin dhe largohet. Ndërkohë, në mbrëmje, në vilën Korhan do të ndodhin çuditëra të njëpasnjëshme, ku e para fillon me Orhanin, i cili lë pa fjalë i Fakatin dhe Gylgynin, teksa Gënjene thot se analizat e ADN-s kanë vërtetuar që Betyli po pret fëmijën e tij. Orhani vazhdon gënjeshtrën që nisi Betyli, vetëm që të mos kritikohet nga babai i tij, që duhet quante të paaft për faktin që sërish u mashtruan nga dikush tjetër. Pas çuditës së trisht që shkakton Orhani, në shtëpi vjen Sejrani me Feritin dhe ky i fundit i çudit duke u dhënë lajmin e mirë se ka arritur të gjejë parat për të blerë gurët për kompaninë. Në atë moment, Sejrani shikon se Feriti ja shkel syrin Sunës dhe menjëherë i lindin dyshime, por sado që i pyet të dy, ato e mohojnë se po fshehin diçka. Teksa fshehin parat që u ka dhënë zonja e madhe, ky e fundit ndalon Abidinin në mes të rrugës dhe në mënyrë tronditëse i thot dhe ja vërteton se është nëna e tij që ai e dinte të vdekur.